Eliona, pse e urrejnë standardin e jetës që ka Benita? Fjale ma e urrejnë. Mas pari, fjala urrejtje është një fjallë shumë e madhe, cilën unë as vetë nuk e përdor. Qëre që e ki komentu për shembull mënyrën e jetesës Benites, për shembull në rastit caktuar me me urrejtjes, se ki bo tjesht e ki bo çka pëlqen ty edhe çka kishe bo ty ose çka se kishe bo. Unë mas pari nuk kam asë edhe një lidhje me Se e urrejnë standardin jetës. me standardin jetës Benites. Jo, apo më përgjith vetë. Mas pari nuk kam kur farë interesi për me urrejt standardin e jetesës Benitës, se nuk mendoj që prej standardeve na dallon edhe shumë. Nashti, unë për ndryshi për kundra zi jam një njëri që nuk kam qef me bu krahasime ose me cek standardin e jetesës dikujna. Që ajo muj me thonë është një gjë që unë e urrej, me cek, është standard e jetesës burë paret. Standardi i jetesës. Që ti jeton shumë pasur. Po që unë pasurinë e dikujna as nuk më intereson, pasuria e dikujna as nuk kam pse me urrejt, se jom rrit vetë në kushtet mira dhe nuk hek as edhe një herë. Përkundrazi, unë ndashti një pjesë që muj më thonë që nuk më pëlqen, është kur Benita e përmen standardin e jetesës vetë për me ullë dikon për bala, po kupton, nëse ajo e cek standardin e jetesës vetë, edhe më bon mu mundi në qatë mënyrë edhe e ka realisht qatë synim, me më bon mundi që unë jam diqka ma pak ose kom ma pak se ajo, atëhere po.